Mesazhet e publikuara në rrjetet sociale në bisedat e nxehta të anëtarëve të kryesisë së LDK-s duket se janë vetëm maja e icebergut. Tensionet janë aq të mëdha dhe të akumuluara për kohë të gjatë, me gjendjen në qetësi parastorisë. Për lajmërimin për të histori edhe nën kryetari Lutfi Haziri duke sfiduar publikisht personin që i ka publikuar, duke i përmendur guximin nëse e ka. Luta tha se e din kush i ka publikuar dhe u abri me dije se nëse ai apo Abdigjiku do të publikonin mesazhet që u janë dërguar, disa do të mund të dilnin në qytet. Më tepër se paralajmërim, ky është shantazh për të mos nxjerrë të palarat të realitetin që mbretëron në LDK. Në vend që të shpikonte realitetin që mbizotëron në parti, Luta ka guxim të kërcënojë shokët e vet të partisë. Ky është mjerimi ku ndodhet LDK dhe që disa s'kan dashur ta pranojnë, e që po del në jetë edhe më keq nga sa e kemi thënë. Mesazhet e nxjerra nuk janë incidente izoluar, por shpërthimi akumuluar i pakënaqësive të mëdha brenda LDK-s që datojnë që nga koha kur Lumir Abdigjiku erdhi në krye të partisë. Kryetari ka obligim të jap drejtim, dorëheqja është rruga e vetme dhe e duhura. Më tepër se interesi personal duhet të dominojë, ai partijak ndryshe LDK shkon vetëm drejt degratimit të më shumë.